Nuk e pas në ndëgju rastin, veç kjo është për me trondit. Nuk mundet me ardhja djali me vra. Nonën po është puna që krejt po meren me gjithshka. Sidomos me substanca narkotike. Mos më marrë me punë të e liga, me punë të këqia. Se këto punë të këqia këqyre ku të bjen. Këtë prindja vrahët që të bën ka me dore. Si nana për fëmijë që bën, e ti vjen deta ajo ma e keqe dhe e vret prindin. Kjo është, me thonë, drejt mallkun, të kërkon hiq. Mirë dita, si e? Mirë, ju? Si po kalon? Mirë. Apo lotash? Tanat ka pak. Me shëndet mirë je? Mirë që që mirë. Një rast shumë i tmerrshëm që ndodhi para 2 ore këtu në vendin tonë, në Restenic, dyshohet se djali vrau nënën 6 vjeçare, një 30 vjeçar. Nuk e pas në ndëgju rastin, veç kjo është për me trondit. Nuk mundet me ardhë dete ajo djali me vra. Nonën po është puna që krejt po meren me gjithshka. Sidomos me substanca narkotike. Që ajo mundet me qenë shkaku, se për ndryshe, së ne vret fëmiu nanën asë njëherë. Po, nuk po di që ka me thonë qëfar kohë jemi ardhë, valla, një me për me qajt, një plak që qaj kënë qështu një interviste, pëse po qanë për juve, se qëfar kohë ka ardhë. Se këtë raste, këtë shpesh ta kemi në vendin tonë, kur nuk kanë ndodhur ma herët. S'ka ndodhë se s'kanë përdorë qëtu, me qësë s'janë marë. Kjo është krejt është. A duhet ketë përgjithësi, duhet ketë drejtësi për këtë raste që po ndodhin? Duhet ketë shumë, po ndoket ka shumë landë pa kryme, edhe shumë pak janë të bo për këto raste, se duhet njerëzit me i denu me denim të përjetë shumë për këto raste. E këto nuk është të shku ashtu. Drejtësia shumë pak është të punut, shumë pak është të bo. Kjo donë, dita ditës veç po shtohet, tash më dhe një familje, kemi parë janë vrarë shumë gra, sidomos të kaluarën prej burrave, tash mirë po me prindë është diçka e pazakont. Po thamë ka ardhë një kohë shumë e keqe se të rritë, e përsërit edhe njëherë po meren me gjithshka, edhe kjo është ma normalja, ma sikur të është kjo që po bojnë, këto rasti që po bojnë. A mund me qenë konflikt kjo? Edhe pse nuk dihet detaje se ka ardhur kjo vrasje. Pak është edhe kjo papunësia, njerëzit demoralizohen. Edhe tani ju hup rruga që thujnë të na në bërë edhe meren me gjithshka edhe që kjo. Një apel gjithë fëmijëve, kudo që janë, në këtë vrasje që po ndodhin, ti si nanë, si familjare, çau kishe thënë? Ju kisha thënë, mos më marrë me punë të e liga, me punë të këqia. Se këto punë të këqia këqyre ku të bjen. Deri këtë rast që a mytë nona. Prindi avrahët që të bën ka me dore. Si nona për fëmijë që bën, e ti vjen deta ajo ma e keqe dhe e vret prindin. Kjo është shumë shtirë është kjo. Po shkojmë me këto? Me thonë drejt mallkun, të kërkon hiq. Derisa rinia e kanë marrë këtë rrugë, s'ki qka të veç prind i kanë pak ndorë, duhet me i kontrolu, duhet me i eduku, duhet me i përcjell fëmijën, me kam përren, me qka po meret me. Jo veç i kanë shumë që ashtu hajtë, ja epën dhe telefona ndorë edhe. Dhe zotit jetë rasti i fundit kjo, me që... Zotit jes i fundit e inshallah s'përsëritet kur. Po me qka jenë të marrë nia, valla, shtirë. Edhe më falinderit shumë që ishte pjesë që u përgjegje në këtë temë, jo shumë të mirë. Kalon mirë se u preka nuk e di qysh me tregu, se prendja vetë. E di, e është rëndë shumë. Veç zoti aty në familjes ja u qoftë gajretin, se s'din qka me thonë mo. Kaloni mirë. Përshëndet gjithë mirat. Më falë që ta prishëm ditën, kalofsh mirë, gjithë mirat.